Kalojmë të një moment që duket edhe pa komik, por në fakt nuk është I tillë. Idejt Ismailej, biznesmeni shumë I njohur, Idejt Ismailej ka rrahur shumë rëndë Orcakun. E ka bërë fërtele. Ka rrahur djalin e motrës. Nipin. Ka rrahur djalin e Ka dhe motrës. Ortak edhe Nip. Domethënë Nipin e pas ka coptuar thua ti. Është kështu problem familjar. Ky është Ky është zoti Ismailaj. Ydajeti është ky. Po. Pra Ydajeti apo Idajeti? Idajeti. Idajeti. Ide. Pas ka rrahur Nipin, partnerin. Tani, të është një djali motrës thotë, Nipi domethënë Rozhan. Si Rozhan është njëri shumë. Kjo është aksioner. Djali motrës quhet Nipi apo jo? Po, kjo është aksioner në... Është aksioner aty I rëndësishëm apo jo? Po. Jo, është në minorancë. Mos gabojmë ka më pak se 15%. Çfarë rëndësie ka? Tani, një përplasje e madhe fizike, ku janë rrahur qytetin e Firit apo? Jo, janë rrahur këtu te Janë biznesmen të Firit. Te Errol Benja. Kanë zyrat E Errol Benja, këtu I kanë, se kanë ndërtuar dhe Errol Benja. Në stadiumin, po. Po. Një sherr I nisur diku para 10 ditësh. Edhe me gjithë paranë e madhe që kanë dhe nuk rinë do të parahur. Po për parat janë. Për para rrifen të gjithë. Para rifen të gjithë, po jo dhe të afrëm fare, do më thënë u të Po rrit dhe vllai me vllajnë edhe I biri ku rritet Kompania e ka... merr pasurinë babait. Finmen apo Fajnmen? Si quhet kjo? Finman. Arena Finman. Center, po. Nuk quhet Finmen. Finman. Po mirë, po ta bëjmë anglisht po. Anglisht po. Finman atëre SHPK. Tani në media është raportuar se biznesmeni I njohur, thamë të së bashku me të birin, 2 vite e kanë rrahur Ortakun e kompanisë Sokola Galliu. Tani zënë Lala çfarë ka ndodhur dhe a mund ta dim pse ka lindur ky konflikt? Allah, thani, raje madhe. Tani unë kam rënë në dieni të lajmit në momentin që zoti Sokola Galliu, që është aksioner në 14... A disa sajte që I afërt e ti e këshin hequr. është drejt e tyre, unë jam pronari vetes time, edhe mbaj përgjegjësi për ato çfarë them unë. Dhe ndaj dhe kemi raportin bashkë që punojmë. Po pra, dhe ndaj ato që them, mbaj përgjegjësi edhe në gjykatë. Tani Sokola Galliu është 14.5% aksioner për shkak të nënës sepse Idajeti Ismailin e ka daj, ato kanë disa biznese shumë të rëndësishme, ka arena... I rrahur I thua ti 14.5% Po, ka? 14.5% nga nëna. Edhe rajen edhe mi vogli në aksione. Tani, ideja është që këto kanë Arena Center, Finmen, Manastiri Resort dhe kompani të tjera, dhe kanë patur në fakt një konflikt 10 ditë më përpara, për shkak se Sokola Galliu pretendonte që kishte një humbje në kompani të rreth 500 milion lekë të vjetra. Dhe më pas pretendonte që kishte po ashtu edhe problematika sa I përket kontratët ose ndërtimeve më qartë. Edhe 5 milion në Klodi se kuptova mirë. Atëherë, pretendon zoti Galliu që ka një vjedhje ose një humbje të rreth 500 milion lekëve të vjetra nga arka e kompanisë. Dhe akuzon dajën e vetë si aksioner majoritar. Po ashtu pretendon që ka patur edhe një abuzim për rreth 750 metër katror tek Manastiri Resort, sipërfaqe toke. Ky është debati që ka lindur mes tyre dhe ka qenë një debati 10 ditëve më parë. Unë fakt jam vënë në dieni ditën e sotme nga burime spitalore që Sokola Galliu kishte shkuar në një spital privat, nuk besoj se është e nevojshme ta përmendim. Kishte shkuar për ndihmë mjekësore, ishte një gjendje jo të mirë shëndetësore dhe kam siguruar në momente që ai ka hyrë në spital edhe një foto të tij e cila ka qarkulluar edhe Rozhanit ja ke dërzuar? Po, ja kam dërguar Rozhanit, është një moment kur ai paraqitet në spital. Plagosurin, e nxori. Edhe një jetë plagosurin. Gjendja e plagosisë është Klodi tani në këto momente? Tani në këto momente është marrë dëshmia nga një oficer I policisë gjyqësore, janë bërë edhe ato gjitha ekzamenimet që nga MRI-ja tjera me radhë për të kuptuar problematika që ka patur. Sherri sipas kallëzimit të tij, më pas ka reaguar, po ky është momenti që shkon në spital, kjo është fotoja që kanë disponuar diku në rreth orës 13:30. Ka qenë veti dyta I me të birin se vetëm mund ta kishte rrahur ky. E gjithë përplasja ka ndodhur në ambientet e zyrave. Po, dhe më pas Sokola Galliu ka shkuar në spital, ka marrë ndihmën mjekësore, tu te stadium te Air Albania. Mos gabojmë aty duhet jenë. Mos ka qenë te Duku aty afër. Apo s'ndodhet këtu në një. Tani do raportojmë për këtë apo? Po bëjnë shaka tani se. Do bësh një shaka. Edhe vape madhe ka ardhur të gjithë edhe themi në një. Se te Duka kudo gjendet. Gjendet kudo, sidomos te sporti, po. Kur ka ndeshje shkon aty. Tani problemi është që diku është njoftuar komisariati numër 1 dhe tani problematika është që të dyja palët kallëzojnë njëri tjetrin.
Pra Sokol Agalliu akuzon dajën e vet, Idajet Ismailaj dhe të birin Florid Ismailaj për dhunë, vjedhje të shumës, ndoshta është e rënd fjala vjedhje, po përvetësim nëse mund ta them në gjuhë të moderuar, të 500 milion lekëve të vjetra duhet ta theksoj dhe të sipërfaqes tokës të Manastiri Resort, ndërkohë që Ismailaj vet ka shkuar po në komisariatin numër 1 dhe ka bërë dhe ai kallëzim pas ditën e sotme. Pra janë të dyja palët tashmë që kanë kallëzuar njëra tjetrën. Secili ka të drejtë, unë këtë si jam gjendje ta them. Të dy palët e kanë kallëzuar një tjetrin. Sepse zoti edhe ky i spitalit edhe ky. Atëherë zoti Ismailaj ka vajtur tani mbas dite dhe ka pretenduar që konfliktet që ato kanë është një konflikt që zgjat prej kohësh. Tani se çfarë është thelbi, kjo mbetet për të sqaruar nga hetimi, por njerëz të cilët qarkullojnë para, që kanë njerëz të punësuar, që pretendohet se mbajnë ekonominë e vendit, të përfundojnë në këtë pikë, kjo për mua është më e rëndë se sa edhe rrahja vetë. Autoritetet deri tani, sepse ka një gjë, Klodi, edhe kolegët e tjerë se me sa dim, kur rrihen të varfrit, i lënë të çajnë barkun, të vriten, të coptojnë fakirët e të gjithë, dhe po lajmëron me njëherë policia. U vranë, u coptuan, thotë të gjithë, këtu tani, dhe u dhanë njoftim anë një gjë, jo. Jo, deri tani nuk ka patur njoftim zyrtar. Deri tani nuk ka patur njoftim zyrtar. Asnjë lloj. Asnjë lloj komunikimi. Si ka mundësi tani gjithë këto autoritete të kamurit e mëdhenj. Ishte bëj një ditë me vonesë këtë një ditë. Po ka ndodhur të Për të kamurit apo? Ka ndodhur të hen kjo? Ka ndodhur të hen. Sot jemi të enjte? E dihet. Do me thënë kanë kaluar 4 ditë, o zotëri. Ai tani duhet të kishte dalë nga spitali, po të kishte plak leta. Kjo është një Ta janë kujdesur që mos merre vesh fare. Tani, Gjarje, kjo është policia, po mos e merr të vesh një askush. kritik që duhet i shkojë zotit Hitaj, drejtorit të përgjithshëm policisë së shtetit, i cili na ka garantuar kur erdhi transparencë, edhe mendoj që raste të tilla nuk duhet të përsëriten ndaj duhet. Ky ka lidhje deri lart kam dëgjuar ky Hydajeti. Deri me Po të gjithë kanë, për sa kohë kanë ndërtuar gjithë ato gjën aty në qendër, patjetër që mendoj se Edhe ato pikën e vogël të manastirit. Po të manastirit. Atë që mor parku të Butrendit. Manastir çka bër ky? Është ajo pika e vogël. Është ajo pika e vogël në Umbaros, ajo pika që vija të majën e lapsit. Dhe zgjatin, po që dhe i thonë emrin është bërë me shumë vila. I thonë emrin e seksit pastaj. Është bërë me shumë vila, po ajo në fakt aty në letër ishte vetëm një pik lapsi. Po të shkosh atje ta shohësh, domethënë është bërë një kështu, një zonë madhe. Kalosh 5 minuta me makinë, smaron. Dhe janë bërë ca vila luksoze që atje do shkojnë vetëm ca të pasur se njerëzit e thjeshtë s'kan për shkelur kurrë e tjera me radhë. Po pa i bërë gjyqin zotit Ismailaj, për te të gjithave, do duhet të kishte një reagim institucional, rastin konkret, dhe duhet të pika e gjithë kinës. Për te shakave që vënd dhe bërë mirë ndonjëherë, sepse në këtë vëndin, në këtë fshatin ton të madhe dhe të çmendur duhet ketë ndonjëherë dhe gallat, po për te relativizimi do duhet ketë një jetim të thelluar në lidhje me këtë çështje. Po ne ndaj e themi tek kështu. Realisht. Do të thënë këta tallen as hetim asgjë. Mënyra se si kanë shkuar gjërat, të shkojë një person që dhunohet pretendon se është dhunuar nga daja dhe nga djali i dajës. Dhe të shkojmë punë deri në këtë pikë, mos ketë asnjë reagim dhe me shumë vështirësi është marrë ditën e sotme kallëzimi nga oficeri i policisë gjyqësore, se dhe vetë policia stepej për të marrë kallëzimin. Qartë. Pra vetë policia ka shkuar një oficer, ka pretenduar që personi nuk është mirë për të marrë kallëzim, është kthyer në orë e pasdites një oficer tjetër, pra me shumë vështirësi është marrë kallëzimi. Dhe kjo nuk është çështje që duhet relativizuar, përkundrazi duhet rritur zëri dhe normalisht duhet thënë që policia e shtetit duhet veprojë me shpejtësi dhe me profesionalizëm për ta sqaruar. Ngjarja është ditën e sotme në orën 10 kur është bërë asambleja. Dhe problemi është që aty kur policia ka shkuar në kompani nuk janë gjetur kamerat e sigurisë, janë të zhdukura nga kompania, janë të hequra. Dhe prandaj duhet parë po më të rëndë. Pra do thotë që ne pa i vënë gishtin e fajësisë asnjërit prej tyre, sepse këtë ta zgjidhet hetimi. Ajo duket qartazi, ja, këtu janë pamje që janë marrë, po të shikosh, nuk e kamerat e sigurisë. Janë komplet të hequra, po ta shikosh me shumë kujdes, janë zhdukur kamerat e sigurisë për të zhdukur edhe ngjarjen. Secili prej tyre ka të drejtë, kjo mbetet për të parë. Pastaj ka një gjë, aty është tek Arena Center, është mbi atë kazinon e famshme që besoj të gjithë ku kalojnë e shohin. Dhe normalisht aty ka aq shumë njerëz, aq shumë lëvizje të tjera me radhë. Prandaj duhet ketë një hetim. Dhe çështjet e biznesit nuk duhet të degradojnë në dhunë fizike dhe të tjera me radhë. Pastaj secili prej tyre ka apo nuk ka të drejtë zoti Rakipi e zgjidh gjykata, se nuk marrin dot ne përsipër të flasim nëse është zoti Ismaili apo zoti Agalliu përgjegjës apo fajtor për gjë. Ndoshta gjykata nuk ka fuqi para zotit Ismailit. Fakti është që Agalliu është në spital, ky është fakt. Agalliu do rinë në spital tani
Gjykata ndoshta s'ka dhe fuqi para zotit Ismaili. Policia njerë, prokuroria. Policia e gjitha këto, ndoshta s'kan fuqi, e kupton, mund të ketë fuqira më të mëdha. Ikim nga ky moment, e morëm në rol të shikus, sepse është një rast, nuk është një rast ku kapen njeriu zakonshëm, njeriu i varfër, gjithë që është pa fund me kjo gjë, por është direkt një përplasje e egër me zy njerëzve që janë dhe brenda një familje që duket nuk i kanë ndarë mirë parat e panumërta që kanë, nuk i ndajnë dot mirë dhe plas aty dhe shkojnë për spitale. Pra është një rast ndryshe, është i vlefshëm për interesin publik, shumë i vlefshëm si që themi ne.